Aty është një loj që të shtim me gjyshu shumë që s'po guzon tash as Albini me bozo që folke atër, ku i ka fjallë. Në 2012 ja kemi dhonë një studim. Kompania jonë bashkë me një kompani gjermane e kemi bo një studim për sekretariatin e energjisë në Vjenë. Cilat janë kushtet e liberalizimit energjetik. Nëse bazohemi në përgatitin e Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Serbisë, Malit Zi, dhanëve të Evropës juglindore. Kosova mund me konë mas keshti me 0 presje, 0,01% përgatiti ka bo për tregun e liberalizum. Nuk është zërëja që jo ka bon këtë punë. Nuk është, kjo është ofertë për bizneset që privilegjohen me dalë në tregun e liberalizum, për kushte më të mira. Mirë po, zërëja nuk është të kontrolu mirë për parlamentit, është një grupë që se din që bon aty, kompetenca s'ka, i staf mjaftueshëm s'ka, edhe Kelci është ai i cili o ka e shtynë. Do me thonë, kada se ju nuk jeni veç protestu si thjesht, je ekspert i energjisë. Po. Edhe ty po doket që njerëz në zërë nuk e din punën e veta? Ja, nuk kanë sa lype kjo punë. Jo që s'janë, nëse ata për shkak më shkumë i vetë, intimisht të kallëzojnë që se s'mujnë mi bo. Nuk arrin, nuk kanë mjaftueshëm staf. A disa do në tregu për me liberalizu sa komponenta dhe sa të punësum donë, sa eksperta, da ta hapë sistemin. Përqelja, monitorimi, ishdash me pas në atash online për zgjedhjen, cilat janë bizneset që kanë afruar një çmim në treg. Cili është ai? A keni qu kërkesë për ofertë si biznesi mesëm i sofistikuar që i kimbi 1000 punëtor, në ndërkohë, prej që ka dalë ky vendim, a keni bo kalkulime qysh e afekton biznesin tënë, po më intereson, edhe me çka mirëni ju tash? Po, Rafuna e tha që këtu e kije, diku shtash momentalisht nëse del në treg të lirë e ki 100% mashtrajt. 100% mashtrajt. Sa dhe ki? A ki me majtit njëjtin prodhim si para këtij shtrejtimi, si mas këtij shtrejtimi? Ko me zvoglu fitimin, edhe shtetit ko me javë qitë që shpenzim të firmës, edhe ko me javon ma pak në bugjet. Ta atin fitim, ko me pagu ma pak se kom shpenzime ma të mëja. Punëtor, s'ki me qitë pikun? Jo, kom me qitë se duhet me shtrajtu unë tash ofertet e mija për tregun jashtë. Edhe bona i pale vërdishëm për kompanit që i bashkëpunaj. Gjithë se cili shpenzim ma shumë biznes, tregon që si e konkurent në treg. E thjeshtë kjo. Me kona ata këtu këshin thonë, po te e ki pas rrymen ma lirë se krejt ata me cilë po shtyëshëm botë. Këtu e kena pas rrymen lirë, që shtë thoi? Po, a është e vërtet? E kanë marrë zanatin qeverit edhe njerës të shtetit të zërëjese me thonë su kur jënë ka ta jepin për gjepit vetë këtë farë energjinë ma lirë. Qa ka bonaj që po me jepin mu energjinë ma lirë? Qa është të buaj? Tu ta ngritat profitin? Po, ta shumë, që për shumë kontrata, se që kjo krahasohet shumë mirë me demonstratat që sotme. Po? Kontrata me Kelcin është në nënshkru me gazjot qelës. Pasojat kanë orë që kanë thonë ata. Njëjtat jënë pasojat. Ja kemi dhonë 1 miliard euro, edhe 6 milion euro ja kemi falë, pa ja kemi falë 1 miliard e 6 milion. Do me thonë, skandal fjallët e ish qeveritarve që thëshin me privatizim punë kanë me u bo ma mirë. Jo, është kontratë jo transparente, nuk e dim, nuk ja dim asa në ka fitojnë. Aty është një loj që të shtim me gjyshu shumë që s'po guzon tash as Albini me bozo që folke atër, ku i ka fjallët. Pse sot nuk për ju rrë fjallëve, që ka folë atër? A ki folë ti që shtot edhe kundër Po, qeverit? unë atër edhe sot. Unë po. Ki qenë debate na, ki folë. Unë po. Edhe atëherë. Ajo. Edhe atëherë ki kritiku që të marrëveshje. Nesoj se e kum ditë se njëone që është me marrë të drejtë energjetike, ekonominë e energjisë një vendit. Qështu kanë thonë edhe ata? Edhe ata thëshin e njofim qësh është me të privatizu energjia. Edhe kanë kritiku. Edhe konë 95% rentabil. Keki atër që ka pas, o shrit pjesa ma e mire jona. Se që kish bleme pak unë e keqe, për kërës isha. Malusha e të thonë, zëtë ne jam dhe që ta shte masi u bo shka u bo, a duhet me këthy në shtetnora, me nacionalizua? Duhet me thonë 1 milion. Ti që je kogja njeri biznesit ekonomisë, po menon që Kelci duhet i majtësie heq, sot një hone, edhe po menon që Kelci duhet mu nacionalizu. Po. Nëse veç duhet me pagu shmimin si Shqipëria që e ka pagu me
atë qezin. Duhet me pagu se kemi gabu.